Fenomeni Raynaud është një vazospazm, vazokonstriktim, ngushtim i pavullnetshëm i murit të endëve të gjakut, me që rast gishtin në duart apo këmbët tona prej një gjendje normale, kalon një ngjyrë të bardhë, blu dhe të kuqe. Ngjyra e bardhë është iskemia, ka ndodhur ngushtimi. Ngjyra blu është hipoksia, s'ka ma gjak të oksigjenuar. Dhe ngjyra e kuqe është riperfuzioni, rikthimi i ushqyeshmërisë në atë pjesë me gjak. Fenomeni Raynaud i atakon gishtat e duarve, të këmbëve, i atakon hundën, veshët dhe thithkat. Gjithashtu din të jetë primar, që do të thotë primar është e trajtojnë veç komponentin vaskulare dhe shkalla e komplikime është më e vogël dhe është sekondar pasojë sëmundje, që këtë pjesë duhet të trajtojmë sëmundjen dhe jo pasojën. Thënë të drejtën ndikon deri në 5% e moshave deri në periudhën adoleshencë din të jenë fenomen Raynaud primar dhe me kalimin e fazën adulte atëherë këta persona din të jetojnë një jetë normale, apo din të jetë edhe formë Raynaud primare tek person mbi moshën 65 vjet në 1% e raste. Kur është primar, shkak i panjohur është ngushtimi i pavullnetshëm, ndryshohet sistemi nervor simpatik, reagon në kuptim sistemi nervor simpatik edhe me ngushtu murin e gjakut, dhe kur është dytësor pasojë artrit reumatoid, pasojë lupus eritematoz sistemik